I ftuar në një emision, Stresi ndau me publiku momente të veçanta nga jeta e tij personale dhe profesionale. Raperi foli për projektet e fundit muzikore dhe më shumë se çdo gjë tjetër për raportin e tij të përfolur me ish bashorten Casey. Përpara kemi pasur një cover të bërë bashkë në vitin 2018, më pas nuk kemi pasur kontakte, ndoshta ndonjëherë një mesazh në 2 vite dhe kaq, rrëfen ai. Kur po përgatitja albumin, më erdhi një ide për këngën dhe e realizova në frymëzim. Ndërsa Casey ndodhi në Shqipëri për arsye familjare, Stresi mësoi rastësisht për praninë e saj vetëm në ditën që ajo do të largohej. Një story i saj ishte nxitja për ta kontaktuar. U takuam në momentin e fundit për rreth 15 minuta. Unë i hutuar, ajo e hutuar. Nuk flistim, 7 vite. Normalisht emocionet ishin të forta. Pikërisht nga ai takim lindi ideja për të realizuar një klip së bashku, si dikur për këtë herë me një ndësi më të pjekur dhe më të thellë. Stresi kërkoi Casey të bëjë pjesë edhe e klipit të ri si një kujtim i bukur artistik brenda albumit. Nuk hezitoi, pranoi dhe erdhi posaçërisht për projektet e mia. Bëm coverit, më pas pritëm fotot, wow, dolën shumë bukur. Pastaj xhiruam klipin. Ajo dha shumë për kushtim dhe më pas u kthye në jetën e saj. Megjithse dyshe nuk ka konfirmuar një ribashkim sentimental, Stresi e bën të qartë që bashkimi i tyre në këtë projekt ishte një moment i sinqertë i mbushur me respekt, dashuri të kaluar dhe art të përbashkët, një rikthim jo domosdoshmërisë si çift, por si dy njerëz që kanë dalë diçka të rëndësishme dhe dinë ende si ta nderojnë atë me dinjitet dhe emocion.